Jo, me nëmën në kontekstin e mirë. Po kjo deformim që ka Unë po vërtet. Çka po ngaj ligjërata. Se shumë shqiptarë ortodoksë janë asimiluar. Këta mos më kohoni Islami të troje, kjo kish posa me Tomislava. Këta janë kanceri kombit për momentin. Që 23 vjet e fundit janë kanceri kombit. Vend e parë duhet e kena për terrorizëm. Kërë në shtet i Kosovës, si kena 1.700.000, vend e parë në botë për terrorista, këta i kanë këtu. Kjo është tendencë, kjo është akuzë. Ky është Hoxha Fatmer ju. Hoxha Fatmer ju. Asnjë hoxh. Qysh? Hoxha Fatmer, se besoj që ka Po ai burgosin aty hoxhën e kilon 12-15 t'ja dhanë. Ai është individual. Shefçes Krasniqit, a kanë hetime 6 vjet asaj zoti. zoti. Janë munu boll me Janë Badehova. E pshtut. Në parë ashtu. Kjo është akuzë ndaj drejtësisë të Kosovës. Kjo është akuzë ndaj drejtësisë. Këta non-stop shqiptarin, kënë se përmen. Nëherë nuk tha Skenderbeu ka thonë, Geri nuk e gjeta, nuk e prunon, po e gjeta me su. Cële të folin? Kur nuk folin heq. Vesh një Muhameti. Muhameti, mërë që ka bo Muhameti për shqiptar. Ky ka të urrejtjen ndaj Muhamedit a.s. Që se po të njëjtën për Jezu Krishtin. Bosa Enver. Ka i logëna. Katolik nuk po thojnë Jezus Krishti në stop. Jo po thujnë. Jo jene kanë Shepedria unë zi shumë. Shepedri? Ja, po më Shepedri? Sadri. Po më keq që kë gjuni... Se cili pejgamber ka qenë nga lindja. Deri të cilësi i pejgamberllokut Muhammed Mustafa. Vula pejgamberis. Po. Por, te kombi ynë mburëm që jam shqiptar, se shqiptarët kur nuk kanë bon terror ndaj një popullit tjetër. Bravo. Kur? Vetë që tashti. Vetëm pak, bos, vetëm pak. Jemi sinqert me gjithë me ata. Nas kemi lojë me përmend emën për hoxhën tjetrin, basin. Shqiptarët e kanë rrezikun tani, tini të bindon, ty fillue nga Crnagorja që janë ortodoks, e dalim mo të ata që jasemin së në pjau përmeni, të sërbët. E të Macedon që s'ka pas Macedon hiç, po janë bulgarë. E të shkojmë deri të grek e zi. Ju kisha lutën vllazët e mi nga Shqipëria të besimit krishter. Thuhet se 500 vajza nga Shqipëria na kanë martuar në Shkini. Kjo është rrezik i më i madh për syt të ballit, që zemra dhe shpirti mllam, kur i morrin ato vajze të besimit katolik, edhe i qojnë të priftat, cilët i kanë pagzu paramilitarët, që na i kanë vëra vllazët tonë, na i kanë vëra 1.500 tonë, na i kanë dhunu motrat të tona, na kanë bë masakër familjen të madhe të kombit Baca Adem Jasharit, na kanë masakruar në mënyrën më barbare që më kanë tregu mua njerëzit, që i kanë pa më sy. E të fillue nga masakra në Hasnubisht Hasit, e deri në Lubeniq, e deri në Qyshk atje, cilët i kanë masakrue, këta janë popat e zi me zemrat zeza, me mjekrat zeza, me fustanat zi, që sot në kanë met kopilhane në trevat të tona shqiptare. Unë i lus edhe klerin shqiptar, edhe të kishave shqiptare, edhe hoxhalart, edhe shelert të bohëm bashk kundra mjekrave zeza, qetnikve, cëlt tash mas mërami në vëran, polici në vëran vlan ton, që i popat jenë rreziku që i kanë qelë kishat, për me bale. Me ftia edhe i peshgvi, duhet jenë të dy bashk, e me hinë parlament, edhe mi thonë kryeministrit, edhe ministrit e mbrojtjes, edhe ministrit e policisë, mi thonë, ore zotrihe, api kontrolon këto kisha serboslave, të fillun nga Bogoslavia Pristrenit, e deri të Patriarka e në Graçanic e ato kisha tjera,
e mos t'i shkom na me ofendu njëri tjetrin vllazët e tanë, hoxhallar shqiptar që s'kan botë. Alima, dietar, ushtar të ushtrisë shenjtare të Kosovës. Dietar priftat tanë, protestant e katolik, sherler të filluen nga Lubishta, Hasit e deri gjithta teqet e tyrbet cëllët janë shqiptare të mirë filta. Motrat e mia, shqiptare, nga të më shku, në kisha, serbo, slave, qetnike, që s'kan lënë zes për në baneve, më shku, më kryque, edhe me priftim nga Greqia, e me bin midis Tiranës zotria, kryeministri Edi Rama, që s'kan lënë zez, besoni, s'ka shqiptar që jonë Greqi që nuk i ka 2 emna, a dënë më përcu po, ti ki me bëjmë në halet, ti ki më bëjmë emër tjetër, që më kanë tregu gjithë për rendim që ka pas një i ka kojtë, o as kishna buk më hongër, thatë mës ti qa kryqruhe, se filozofi Gjerman thot, barku i unë që tin me në rume ndimin o vllazën, e na s'kemi nevoj tashmo sot, më na shti kërkush neve për qami me në rume ndimin, po na t'ja ndo me ndimin vetë. Ju lutëm, shumë ju lutëm. Jemi minutat e fundit të emisionit, kemë shka me folë shumë ma gjatë, po ka një mesazh shkurtimisht për secilit. Shkurtimisht, shumë shkurt. Që fillohu anë i paret, jam i fundit. Po, për drejtorin për fillim që i kena bo me ilje edhe me vend, një mesazh drejtor, faleminderit shumë që ishe sonte. S'ka problem hiç, unë u kënaqa shumë, ishte privilegj. Faleminderit edhe na u kënaqëm se ke qenë shumë konstruktiv. Mendoj unë që ishte privilegj për me nda këtë kohë me panelistë të nderuar. Unë mendoj që është begati kur ne kemi mendime të ndryshme. Absolutisht. Dhe ne këtë duhet ta kultivojmë. Ne kemi brezi jon, ne kemi trashëguar një pasuri shumë të çmuar nga etrit ton, që dikush po quhen tolerancë. Unë kam problem me këtë term. Unë tham harmoni, se tolerancë është me toleru. Harmoni ose bashkëjetesë, ne gjithë ndajmë të njëjtin hapësirë, të njëjtin vend dhe shqiptarinë e kemi të përbashkët. Dhe kjo është një pasuri shumë e çmuar që ne kemi trashëguar. E vërtet. Për ne, për brezin tonë, ne na takon që këtë pasuri jo vetëm ta ruajmë, por ta kultivojmë. Ne duhet ta çojmë në një hap me tutje. Ne mendoj që jemi në një situatë, në një udhkryq jetësor kombëtar dhe është tani më shumë se asnjëherë është koha që populli ynë të bashkohet rreth idesë së përbashkët të shqiptarisë. Dhe unë mendoj që ne duhet t'i lam anash ndasit tona, përçarjet tona, qofshin ato politike, qofshin ato fetare. Ne po ashtu mendoj që duhet ta kuptojmë se ne nuk jemi çliruar nga një pushtues